Rikthehemi në pjesën e dytë të programit, se shtash do të flasim për panairin e librit. Sot ai çeli siparin për këtë vit, janë diku rreth 100 shtëpi botuese që marrin pjesë në panairin e këtij viti. Do diskutojmë për risit, do të mundohemi të bëjmë një krahasim me një vit më parë, me kolegen time Fatmira Nikolli, e cila e ka ndjekur çdo vit panairin e librit. Kënaqësi të të kem në studio, ndërkohë që kam gjithashtu kënaqësinë të kem në lidhje të drejtë për drejtë profesor Edmond Tupen, i cili vjen me një botim të ri këtë vit, një fjalor sharjesh dhe mallkimesh. Profesor, përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku në këtë bashkëbisedim. Dhe me zonjën Loreta Berhami, botuese. Mirë se vini, kënaqësi t'ju kem të gjithëve në program. Po e nis me kolegen time, Fatmira Nikolli, se siç thash, ajo ka ndjekur çdo vit panairin e librit. Ndoshta është herët për të folur për risit, Fatmira, po unë e di që ju i dini risit edhe të këtij viti, kështu që mund ta bëjmë lehtësisht krahasimin me ato të një viti më parë. Risit janë këtë vit tituj të rinj, libra të rinj që janë botuar në gjuhën shqipe, ose nga autorë shqiptar, ose të përkthyer, ose libra për fëmijë, ose studimor, ose romane shumë të mira, ose romane bestseller, sepse secili lexues ka nevojë të gjejë veten në panair, dhe në panair për fat të mirë e gjen gjithmonë. Ka libra shumë të mirë, ka dhe libra që mund ta kishin kursyer letrën patjetër, por kjo ndodh në shoqëri të lira që secili zgjedh vendin që i takon. Unë do thosha që panairi për te titujve të rinj nuk shoh që ka ndonjë risi tjetër, në kuptimin që është çdo vit një vend ku botuesit, autorët dhe përkthyesit takojnë lexuesit, ku flitet për letërsi, ku flitet për vlera, ku flitet për ide, ku flitet për histori që na bëjnë të udhtojmë në kohë, në hapësira, dhe na mësojnë shumë, na bëjnë njerëz shumë të formuar, dhe pse jo na hapin dyer të reja. Do thosha që sot një prej pamjeve më të bukura që në orët e para të mëngjesit kanë qenë grupet e shkollave që vinin të shoqëruar me mësuesit dhe dilnin nga panairi me libra në duar ose me libra në qese, dhe mbasi kjo është pamja më e bukur që she gjithmonë në panair, është zhurma më e bukur që she në panair. Dhe që i duhet kaq shumë qytetit. Dhe që i duhet kaq shumë qytetit dhe shoqërisë. Më i shpesh një event i tillë. Për fat të keq ka patur prova ose ka patur përpjekje për të bërë një panair të dytë, por mbase ky nëntorit ka krijuar një lloj tradite, mbase është vjeshta që organizon dhe shkollat, universitetet vinë edhe në grupe pra të organizuara, dhe ka një tjetër vëmendje, mbase edhe në media jemi pak më të përqendruar edhe tek panairi në nëntor, dhe e orientojmë me aq sa mundemi sigurisht lexuesin dhe publikun drejt librit në këtë rast. Si funksionon për të qenë në panair? Po dëgjoja në promovimin e Ben Blushit, në promovimin e librit të Ben Blushit, tek tha ndër të tjera se vura dhe unë shishen time të qumshtit si shumë të tjerë për të qenë pjesë e këtij panairi. Si funksionon fakt? Për të marrë pjesë si botues në panair, tashmë janë pak a shumë rolet, pozicionet edhe situatat e konsoliduara, në sensin që botuesit, pothuajse gjithë botuesit që marrin pjesë, 90% e botuesve që marrin pjesë janë aty prej vitesh, kanë të themi një raport deri diku me shoqatën që organizon, shoqatën botuesve shqiptar që organizon panairin. Bëhet në fakt organizimi, fatmirësisht dhe këtë duhet ta them, bëhet goxha herët. Nëse para disa vitesh bëj 2-3 muaj përpara, tani bëhet gati 6-7 muaj përpara, pra kemi kohë në thonjza të kërkojmë, të prenotojmë hapësirën tonë, të bëjmë pagesat dhe të organizohemi, të dim datat, gjë që është shumë e mirë. Dhe pra kjo është, në qoftë se dikush do të marrë pjesë, duhet kujtohet në çastin kur shoqata e botuesve shqiptar lajmëron publikisht që po organizon panairin dhe çon ato ftesat e saj për këtë do të marrë pjesë, dhe duhet zënë radha i qumshit. Kjo është shumë e vërtet. Pastaj autorët e ndryshëm, përkthyesit, veprat e ndryshme, këto janë zgjedhjet secilit botues të politikës. Kemi disa botime, kemi mbi 10-12 botime. Profesor Montupja është njëri nga ata me këtë fjalorin shumë interesant, që unë kur ma propozoi thash u futa dhe për kuriozitet dhe fillova të shoh ai ka vënë këtë fjalën dhe i ka vënë të tëra fjalët. Të tëra fjalët që mund të imagjinoni. Shumë guxitar profesori në këtë sens. Kemi disa libra të përkthyer që janë letërsi shumë e mirë. Doja të veçoja 2, që është Bjonde nga Joyce Carol Oates, e kam përmendur edhe në intervista tjera, sepse për mua është roman i një letërsie që meriton të lexohet nga lexues të kualifikuar, edhe është
ka qenë një punë kolosale për ta përkthyer, sepse është roman i trashë dhe është vepër gati, ajo ka dhe emrin e tillë, është vepër gati Joyceane në strukturën e saj. Dhe pastaj Skenar Brillant, që është një komedi romantike, po që mendoj që mund të lexohet nga masat dhe që është përsëri është letërsi shumë e mirë, kështu që të gjithë ata që duan të relaksohen dhe të lexojnë diçka që nga pikpamja estetike është e lëvruar mirë, Skenar Brillant është vërtet libër për gjitha masat. Pastaj kemi disa botime për fëmijë. Të shkuara. Kemi disa botime për fëmijë dhe do doja të veçoja librin e Jeta Tocila Dedjes, Kush s'ka putra ka pupla, sepse është një libër me pralla, me fabula për fëmijët, i ilustruar në shqip dhe mendoj që i ka munguar letërsisë shqiptare deri tani, sidomos nga pikpamja edhe e bashkimit edhe i martesës midis tekstit dhe ilustrimeve në nivele cilësore, dhe teksti në veçanti është i veçantë sepse ka një përmbajtje shumë të fortë psikologjike. Autorja në formim dhe në profesion është psikologe dhe të trajtosh disa tema shumë delikate për fëmijët, të dish t'i trajtosh me delikatesën e duhur në mënyrë që ata të mos traumatizohen, por të kenë sidoqoftë mundësinë të përballen me vështirësitë e jetës moderne, është shumë e rëndësishme, mendoj unë. Dhe në letërsinë botërore ka ekzistuar dhe vazhdon dhe përforcohet kjo syrrym, ndërsa në Shqipëri mendoj unë ka pasur mangësi, kështu që mendoj që e mbush pak këtë boshllëk ky libër. Profesor, se ju jeni njohur gjithmonë për shumë guximtar në gjithçka thoni e në gjithçka shkruani. Këtë herë vini, më dëgjoni besoj. Po, ju dëgjoj. Këtë herë vini me një fjalor sharjesh dhe mallkimesh. Pse? Sepse